E ftuar ditën e djeshme në ftesë në pesë ka qenë ish konkurrentja e përputhen 40, Stella Nikolli, e cila fatkeqësisht është diagnostikuar me kancer gjiri në këtë muaj që cilësohet si tetori i ndërgjegjësimit ndaj kancerit të gjirit. Ish konkurrentja ka dashur të tregojë rreth kësaj sëmundjeje dhe të flasë për forcën që çdo grua duhet të ketë për të përballuar sfidat në jetë. Them unë këtë sëmundje e kam marrë si sfidë dhe duhet ta kaloj, jeta ka shumë sfida dhe unë duhet ta përballoj. Mendoj se Zoti më ka zgjedhur mua ta përballoj dhe të tregoj që çdo gjë me dëshirën e mirë dhe anën mjekësore, po që me pozitivitetin dhe energjinë e duhur kalohet sikur nuk ka ndodhur asgjë. Çdo gjë e di që do filloj kimioterapia dhe ka efektet anësore, por mendoj se do e përballoj.